Protesta e radhës e organizuar nga Partia Demokratike para godinës së kryeministrisë, e paralajmëruar si Foltorja 2, nuk arriti të gjeneronte pjesëmarrjen dhe energjinë që drejtuesit demokrat kishin shpresuar. Tubimi, i cili u zhvillua në mbrëmjen e 24 nëntorit 2025, u karakterizua nga një pjesëmarrje modeste e mbështetësve dhe nga një prezencë e kufizuar e deputetëve opozitar, ndryshe nga ç'ishte parashikuar fillimisht nga organizatorët. Sipas kërkesës zyrtare të paraqitur në policinë e shtetit, Partia Demokratike kishte planifikuar të mbante një protestë me kohë zgjatje 120 minuta. Autoritetet kishin dhënë aprovimin për këtë afat, duke lejuar bllokimin e pjesshëm të zonës përreth kryeministrisë për një periudhë 2 orëshe. Megjithatë, në realitet organizatorët u mjaftuan më pak se 60 minuta për të zhvilluar të gjithë agjendën e tyre të fjalimeve dhe thirrjeve politike, duke e mbyllur tubimin shumë herët se koha e lejuar. Në bulevard u pan vetëm disa nga deputetët e Partisë Demokratike, bashkë me disa zyrtarë të tjerë të strukturave drejtuese. Pjesëmarrja e reduktuar e figurave të njohura të PD-s u vure menjëherë nga të pranishmit, ndërsa radha e folësve u kufizua në disa emra të vetëm. Ndërta, fjalimet kryesore u mbajtën nga Oerd Bylykbashi dhe Sajmir Korreshi, të cilët adresuan temat që prej muaj shoqërojnë diskursin opozitar, duke përfshirë kritikat për qeverisjen aktuale, akuzat për korrupsion, centralizimin e pushtetit dhe krizën ekonomike. Kulmi i protestës erdhi me mbajtjen e fjalimit nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili nënvizoi edhe një herë kërkesën për largimin e menjëhershëm të kryeministrit Edi Rama dhe ëndrrën e rikthimit të opozitës në pushtet. Berisha e përshkroi qeverinë aktuale si të korruptuar, të palishme dhe të shkëputur nga qytetarët, duke i bërë thirrje mbështetësve të PD-s të vjojnë rezistencën deri në fund. Në protest morën fjalën edhe disa qytetarë, disa prej të cilëve kishin ardhur me deklarata të përgatitura, ndërsa të tjerë shprehën shqetësimet e tyre në mënyrë spontane. Fjalimet e tyre prekën tema të përditshme si rritja e çmimeve, emigracioni masiv i të rinjve, mungesa e transparencës së qeverisë dhe gjendja ekonomike e vendit. Megjithatë, pavarësisht thirrjeve retorikës së zjarrt politike, protesta u karakterizua nga një pjesëmarrje shumë më e ulët nga ajo që ishte parashikuar. Turma ishte dukshëm më e vogël krahasuar me protestat e mëdha të viteve të mëparshme, duke reflektuar lodhjen politike, përçarjen brenda opozitës apo mungesën e një mobilizimi të gjerë. Kjo është protesta e dytë e zhvilluar brenda një jave nga Partia Demokratike, e cila ka paralajmëruar një seri tubimesh të përjavshme para kryeministrisë. Edhe këtë herë tubimi nuk arriti të krijojë atmosferën e një lëvizje të fuqishme popullore, megjithëse drejtuesit e PD-s janë shprehur se do të intensifikojnë aksionin opozitar. Në përfundim të protestës, Sali Berisha deklaroi se kjo ishte vetëm vazhdimi i një cikli të ri të rezistencës opozitare. Sipas tij, pas protestave të përjashme në Tiranë, do të nisin protestat kombëtare në të gjithë Shqipërinë, ku, sipas premtimeve të tij, qytetarët nga çdo qytet do të zbresin në shesh për të rrëzuar Edi Ramën dhe qeverinë aktuale. Ai theksoi se kjo do të jetë një lëvizje e gjerë popullore, e cila sipas tij do të çojë drejt një ndryshimi politik të domosdoshëm për vendin. Ndërkohë, mbetet për të parë në javët në vijim nëse këto thirrje do të arrijnë të mobilizojnë një bazë më të gjerë mbështetëshi, apo nëse protestat e PD-s do të vijojnë me të njëjtin ritëm të ulët pjesëmarrje.